Për tek kodrave të gjelbërta, aty ku era fërshëlehet me zgjedhjeve të lisave shekullor, shtrihej fshati i haruar nga koha. Dhe në buzë të këtij fshati, në një shtëpi me murate të zbardhura nga dielli dhe pluhuri i rrugës, jetonte Bujku. Nuk ishte emër tjetër për fshatarët, ishte thjesht Bujku, një njeri me shpatula të gjera e duar të ashpra, që mbante mbi vete peshën e tokës dhe të vetmisë. Toka e tij ishte e veçantë, jo sepse ishte pjellore, por pikërisht e kundërta. Ishte një copë truall në perëndim të fshatit, një parcel që askush nuk e kishte prekur për dekada. Plaku i fshatit tregonte se aty dikur kishte qenë një kopsht me pemë të ralla, por kur të zotët e vjetër kishin vdekur, toka ishte mbuluar me fera dhe bara të egra, si një plag që nuk shërohej. Fshatarët e kishin quajtur toka e papunuar. Thoshin se ishte mallkuar, se asgjë nuk rritej aty, përveç heshtjes dhe erave të ftohta. Por Bujku nuk besonte në mallkime. Ai besonte në djers dhe në gishtat e tij që dinin të dallonin llojin e dheut vetëm duke e prekur. Një mëngjes pranvere, kur pikat e vesës rridhnin si lot mbi gjethet e egra, Bujku mori shatën dhe shkoi drejt asaj toke. Hapi i parë ishte më i vështiri. Ferat ishin të trasha dhe të mprehta, si krah që e pengonin. Por ai nuk u ndal. Çdo goditje e shatës ishte një premtim, çdo rrënjë që shkulet ishte një çlirim. Ditën e parë ai pastroi vetëm një cep të vogël. Kur u kthye në shtëpi, duart ishin gjakosur, por në sytë e tij digjej një zjarr i ri. Ditën e dytë, toka filloi të zbulonte sekretet e saj. Në shtresën e barave të këqija, dheu ishte i errët dhe i lagësht, si një pëllhur e butë që priste të zgjohej. Bujku u gjunjëzua dhe e mori me grusht duke e shtypur mes gishtave. Aty ndjeu diçka që nuk e priste. Një ngrohtësi që vinte nga thellësia, si një frymarrje e gjatë e tokës së gjallë. Kështu kaloi java e parë. Bujku shkonte në agjim dhe kthehej në muzg. Fshatarët e shihnin nga larg dhe tundnin kokën. Po humb kohë, thoshin ata. Ajo tokë nuk do të jap kur fryt. Por Bujku nuk i dëgjonte. Ai ishte i zhytur në një bisedë të heshtur me dheun. Çdo lëvizje e shatës, çdo gërmim, ishte si një fjalë e thënë në një gjuhë që vetëm ata dy e kuptonin. Dhe pastaj, një pasdite kur dielli po perëndonte, si një monedhë ari pas kodrës, Bujku ndjeu diçka të pazakontë. Kur e futi shatën thellë në tokë, ajo nuk u ndesh me gur apo rrenjë të ngordhura, por me një butësi që e bëri të dridhej. Ai u gjunjëzua dhe filloi të gërmonte me duar duke hequr dheun shtres, si dikush që zhvesh një trup të fjetur. Dhe atëherë e pa. Në atë shtres të ashpër, toka ishte e gjallë. Ishte e mbushur me një rjet rrënjësh delikate, aq të holla sa mezi dalloheshin, por aq të forta sa të mbanin një premtim. Ai preku ato rrënjë me majtë e gishtave dhe ndjeu një dridhje si një pulsi ngadallt që vinte nga thellësia. Ishte toka që fliste. Ishte një thirrje, një ftesë për të vazhduar. Që nga ai moment, marrëdhënia e Bujkut me tokën u thellua. Nuk ishte më thjesht punë, ishte diçka tjetër, diçka që nuk mund ta përshkruante me fjalë. Kur ai e lëronte, duart e tij lëviznin mbi sipërfaqen e dheut, si duar që përkëdhelin një trup të dashur. Ai i njihte çdo përpjetësi dhe çdo rënje të saj. Kur binte shi, ai rinte aty, duke e parë ujin të depërtonte në të, si një puthje e gjatë dhe e përlotur. Kur dielli e ngrohte, ai shtrihej pranë saj dhe ndjente ngrohtësinë që ngrihej lart, duke e përfshirë edhe atë. Një mbrëmje, Bujku nuk u kthye në shtëpi. Fshatarët u shqetësuan dhe dolen ta kërkonin. E gjetën të shtrirë në mes të asaj toke, me duar të hapura mbi dhe, si dikush që përqafon një të dashur pas një ndarje të gjatë. Por nuk po flinte. Sytë e tij ishin të hapur dhe në to shkëlqente një dritë e çuditshme.
Ai po dëgjonte zhurmën e rënjve që rriteshin nën tokë, po dëgjonte lëvizjen e krimbave që gërmonin tunele, po dëgjonte sekretin që toka i kishte fshehur për kaq shumë vite. Po më mëson, i tha bujkut një zë i brendshëm, një zë që nuk ishte i tij, por i tokës. Po më mëson se si të dua. Dhe ai e kuptoi. Toka nuk ishte qenë e papunuar sepse ishte mallkuar. Kishte qenë e papunuar sepse priste dikë që do ta kuptonte, dikë që nuk do të kërkonte të merrte pa dhënë. Ai nuk ishte thjesht një bujk, ai ishte dashnori i saj. Dhe ajo, toka, ishte e dashura e tij. Ata kishin një marrëdhënie që nuk ishte nevojë për fjalë, një marrëdhënie që fliste përmes prekjeve, përmes gërmimeve, përmes rritjes së ngadaltë dhe të sigurt të farave që ai do të mbillte një ditë. Mëngjesin tjetër, bujku u zgjua me një vendim. Nuk do të lutej më për tokën. Do të lutej me tokën. Ai shkoi në fshat dhe blu farat më të mira që mund të gjente. Nuk ishin fara të zakonshme. Ishin fara që ai i zgjodhi me kujdes, duke i prekur një nga një, duke ndier peshën dhe formën e tyre, si dikush që zgjedh një dhuratë për një person të dashur. Pastaj u kthye te toka, u gjunjëzua dhe filloi të mbilte. Por nuk ishte një mbjellje e zakonshme. Çdo farë që ai vendoste në dhe, ai e shoqëronte me një përkëdhelje, me një fjalë të përshpritur, me një premtim. Kjo është për ty, i thoshte tokës. Dhe kjo është për mua. Dhe kjo është për ne. Dhe toka i përgjigjei. Ai e ndjente në ngjishta, një dridhje e lehtë, si një përgjigje e heshtur. Ishte si një vallëzim i ngadalt, ku njëri drejton dhe tjetri ndjek, por të dy lëvizin në të njëjtin ritëm. Kaluan ditët. Bujku kujdesej për tokën, siç kujdeset një njeri për të dashurin e tij. E ujiste jo shumë, jo pak, por aq sa duhej. E pastronte nga barat e këqija me një butësi që e bënte të dukej sikur po i hiqte një çime të humbur nga fytyra. Rinte pranë saj në netët me hënë dhe i tregonte histori për yjet, sikur ajo të ishte një grua që dëgjonte me sy të mbyllur. Një ditë ndodhi mrekullia. Filizat e parë dolën nga toka. Ishin të hollë dhe të gjelbër, si gjishtrin të vegjël që shtriheshin drejt diellit. Bujku u përkull dhe i preku. Në mprekjen e tij, ata u dridhen, jo nga frika, por nga një njohje. Ishin fëmijët e tyre, fëmijët e dashurisë së tij me tokën. Fshatarët erdhën ta shihnin, nuk mund të besonin. Aty ku dikur ishin vetëm fera dhe heshtje, tani rriteshin filizat të një pasnjëshëm, të rregullt si reshtat e një poezie. Por ajo që i bëri të heshtin nuk ishte bukuria e filizave, por shprehja në fytyrën e bujkut. Ai nuk dukej si një bujk që kishte arritur sukses. Dukej si një njeri që kishte gjetur paqen. Dukej si dikush që kishte dashur dhe ishte dashuruar, dhe tani po shihte frytin e asaj dashurie. Dhe toka vazhdoi të fliste, jo me fjalë, por me ngjyra. Në ver, ajo u mbullua me lule të egra dhe me gjelbërim aq të dendur sa dukej një pyll i vogël. Në vjesht, ajo dha fruta që kishin shijen e diellit dhe të shiut, por edhe diçka tjetër, një shije të ëmbël që të kujtonte puthjet e para. Bujku i mbliste ato fruta me duar të dridhura, si dikush që merr dhuratën më të çmuar. Por marrëdhënia e tij me tokën nuk mbaroi me korje. Ajo vazhdoi. Në dimër, kur bora e mbullonte atë me një batanie të bardhë, bujku rinte në prag të shtëpisë dhe e shikonte nga larg, duke e ditur se në atë të ftohtë, toka po flinte, por po ndëronte për pranverën. Dhe ai priste bashkë me të, sepse tani ata ishin një. Ai nuk ishte më bujku, pronari i tokës. Ai ishte thjesht një pjesë e saj, një rënjë që ecste, një frymë që lëvizte mbi sipërfaqe. Një mbrëmje, pas shumë vitesh, një i ri nga fshati erdhi tek ai. Si e bëre? E pyeti. Si e bëre tokën të jap fryte kur të gjithë thoshin se ishte e vdekur? Bujku e shikoi për një kohë të gjatë,
Pastaj u përkull, mori një grusht dhe ja vuri në pëllëm të riut. Preke, i tha, por mos e prek me duar, preke me shpirt, dëgjo atë që të thot. Ajo nuk është e vdekur, ajo vetëm priste. Ajo priste dikë që do ta donte aq sa ta haronte veten. I riu e shikoi dhunë në pëllëmbën e tij, nuk e kuptoi plotësisht, por ndjeu diçka, një ngrohtësi, një puls, një ftesë. Dhe bujku e dinte, toka do të vazhdonte të fliste, jo vetëm me të, por me çdo që do të dëgjonte, sepse ajo nuk ishte më toka e papunuar, ishte toka që kishte mësuar se çfarë do të thotë të jesh e dashuruar.